Selam aleikum hoxh. A mund ta bëjmë dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes gjatë thot ciklit menstrual? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Po, mund ta bësh dhikrin e mëngjesit, të mbrëmjes. Mund të bësh dhikr. Profeti sallallahu alaihi wasallam i thot Aishes, Zoti qoftë i kënaqur prej saj, kur ishte pra në haxh dhe Aishes pra i erdhën periodat, i thot të vepronte, pra siç kuptohet prej hadithit, të vepronte çdo gjë që bënte haxhiu përveç tavafit. Dhe dihet që haxhinjt përmendin Allahun e lartësuar. Kështu që edhe pra femra e cila është me perioda, i lejohet që të përmend Zotin e gjithësisë, të bëjë dhikrën e mëngjesit, të mbrëmjes, nuk ka asnjë problem. Allahu i ruajt.